U knaqëm sonte ju, nisje ndryshe. Bravo. Si fillim një herë. Ledion, po ishte prikena për vjerë mos kishin fituar ne, po jo, unë ishte dështim shumë i madh. Nuk e di pse, po prisja për shembull që Juela ti ishte një vjerë e jashtëzakonshme, nuk e di pse s'më doli. Se bën dot deri në kontrolin e negative. Bëra hallën vlonjate. Po pra. Smirëse. Po ç'pun ke ti me hallën vlonjate, ti je një vjerë për kryer. E ka treguar. Ashtu Ledionu. Ashtu, po. Patjetër. Nëse dëgjoni, shumë komplimenta se keni patur shumë pak kohë, po kanë qenë edhe ditë vërtet të ngarkuara, kështu që komplimentat vërteta ja keni dalë më së miri. Të pyes pak më të rinj të shtëpisë. Livia, si kanë qenë këto ditë për ty, pak nga shpella, pak të shtëpia? Po mirë, kështu kur shihemi në sy me gjithë mirë jemi. Po kur nuk shihesh në sy? Atë na i tregon vllai i madh. Kështu që mendon që do zbulosh gjëra sonte? Po, patjetër. Okej. Ardit? Të thënë drejtën, ato ditë e shpellës çik të vështira, sa kam ardhur këtu gjëja para jam ulur në koltuk, tha shoqyr ula një gjë të butë. Më në fund, por ditë ngarkuara, ditë tensionuara, por njëkohësisht dhe ditë shumë të bukura edhe që i kam shijuar pa mas. Shëndrit? Padyshim shpella ka qenë një prej ambienteve që ka qenë shumë sfidues, po në momentin që hym këtë shtëpi fantastike me të vërtetë ke shumë e mirë ndjenja. Okej, më vjen mirë që jeni ndjerë mirë, ose që s'po tregoni të sinqert, varet njëra nga të dy. Cop. Ndërkohë Miri, sot patë mundësinë të dëgjoje këngën e re, Po. Si u ndjeve? Me shumë emocion, sepse është një material që ne kemi bërë përpara se unë të hyja këtu në Big Brother. Po. Edhe i përshëndes shumë çunat që kanë punuar fort. Ka marrë malli, besoj? Ja, më fare. Ku të linë këtu të marri malli, këtu është. Tu jetë e kafazi. Po Albanin, Landin, Gencin edhe Fabin i përshëndes shumë edhe më emocionuat shumë, sidomos ajo lloj kjo këngë që flet për dashurinë. Me 14 shkurt, kishte shumë rëndësi për mua. Shumë e bukur. Edhe uroj të kthehet në kolonë zanore të historive të vjetra dhe të reja të dashurisë. Dhe me qënë të ra fjallat e historitë të vjetra dhe të reja njëkohësisht të dashurisë, Rogerti sot ka marrë lule nga bashkëshortja. Rogert? Po, kam marrë shumë, po. Sa qef, na trego pak, pra. Me thamë vërtetën, po shifsha lullet aty e thash, po unë marrë vlasë, si s'kam, pasi duket aja është largë dhe do një 2 ditë me vonezë, a kupton për më ardhë, po me kishte rujt Markoja edhe kur e pash, edhe emocionova i fije me thamë vërtetën, se kështu nuk jam edhe që i kequ, na kupton, kështu që mu bashkë shumë qefi, e du fort, edhe I love you, edhe aq. Shumë qef. Ndërkohë më erdhi keq për Tanin. Tani ti nuk more asgjë nga bashkëshortja? E mora unë, po, më tha produksioni i ke aty, ke edhe ma rrëfimit, kështu që vonumet atje dhe kështu që janë aty lullet. Edhe jam po. Qa thua mo Tani? Jam shumë i sigurt për këte. Je i sigurt në kuptimin për këtë që the, apo për ato që ndjen, se... Unë ndjej që lullet kanë ardhë, kështu që... Po, ik njerë ku ishin të dhoma rrëfimit the? Mendoj se po. Ik shif njerë kod për kuriozitet, me qënë se ti e ditë pas ka thënë produksioni. Futu, ka gjë? Jo, s'ka gjë. Mo, s'ka gjë. Ku I ke lullet aty, mo? Ma se janë tek... Ore që kënar lullet kënar dhe sigurt, sepse unë e di shumë mirë që lullet kënar. Po nga e di pra? Po si se diga, unë nga 25 vjetë ke shpia me test, për e diga mund se e bjena... Po më falj, sa ko ke pato aty brënda? Po kam rreth 32 ditë nuk... Mund të kesh 25 vjetë, por në 32 ditë Mortani... Unë e di që kam të shpia, që që... Me thënë e di që kush është ajo. Më thuaj seriozisht, a mendon se mund të kesh bërë diçka që ta kesh mërzitur edhe ajo të mos ke quar diçka për Shën Valentin? Doshta. Ato... Ndoshta kam të prujtë qik me ato shakata me diçka tjetër më shumë. Sepse vllai I madh më thotë që nuk ka asnjë surprizë për ty. Do me thënë nuk kanë ardhur lule, nuk ka ardhur asgjë nga bashkëshortja për ty për Shën Valentin. Siç ka ndodhur me ata që kanë bashkëshorte, pra siç ka ndodhur me Mirin, me Rogertin.
Ndoshta unë jam jetë sigur që i ka cilë, po dhe nëse si ka cilë, ndoshta duke qenë që është edhe karakteri fort, ka një tip shumë të sert, edhe unë nuk e kam prit dhe më thonë këtë ambient që është tu, është vështirë të jesh këtë moshë dhe të kesh banor që janë po thyshe fëmijët e mi, se janë gjithë nga mosha 22 deri në 30 vjeç pak janë, kështu që këtu duhet përshtatesh që pasen. Ndoshta mund dalësh edhe vetë nga vetvetja. Po, e marrë shumë, pa mund të jetë mërzitur ajo, them. Mendoj se po? Mendon se po. Nise, okej, ktheu në living, se erdhëm aty vetëm për të parë që s'kishte lule me qenë se ti thoje që ka, po ja, e shikon që s'ka. Okej, dhe ndërkohë që Artani kthehet në dhomën e ndenjes, dua të flas pak për një krisje të një miqësie, e cila duket sikur nuk do krisej asnjëherë, por me sa duket gjithmonë ka një herë të parë. Jam duke folur për Juelën dhe Brikenën. Miqësia e të dyjave duket sikur ka marrë fund mbas këtyre 96 orëve të fundit, zhvillimet që kanë bërë që gjithë raporti i krijuar në plus 50 ditë thuajse të shkërmoqet si bukpeshk në mes të gishtave. Shohim klipin. Qafimin që pash ishte në mënyrë shoqërore, po më vjen keq, domethënë se duhet i le hapësirë të tjerëve që të kenë kaq shumë keq kuptime. Me Brikenën, po ajo është shumë e vështirë. E ke bosh sot pa Mateo. Po të bëj të dolmu. Ja ku ke dhe Brikenën që do Alesion e shpreh e ti. Në dashuri me Alesion. U zgjove ti. U zgjove sot për Mateo. Po i ka Brikenën. Ai unë shto. A qëhet Brikenën, Patena? Opa. Opa, a qëhet Brikenën? Mos bëjnë një atë pesta. Opa. Regull ato që... Besoj që ta kemi prek, sepse unë di, sepse ajo në momentin që unë hodha në krevat, ajo ishte në këtë pozicion kështu, unë e di kur e prek. Oh, we can try. Si puna gjumë. Atë që e prek. Pani sigur 12 vjeçare që është e banka e shkollës që i kanë zënë, banken edhe shkojnë ku të zysha. Edhe pash vetëm që ajo u çu dhe ai ishte fut në krevat. Ajo pasaj pa. Ja. Por mua nuk i shkojnë tani. Një burr zotni me një gocë aty, sepse iku Mateo, donte krevatin e Mateos. Ja, plasë, Brikena ishte ku duke fut, unë isha tu. Brikena fut. Edhe ti ulesh. Ja, Brikena ishte tu. Është privatësi e janë nuk më futësh krevat. Ti e kalama, halal qoftë, ke një trup dhe një ftyrë fantastik që nuk shkon me trunin që ban. Jo ti, po 700 tuti të krevatin guxon me u futa, më rresh. Se ku ti njoj i futësh i femrën krevat, kush e di qa bën jashtë. Duke pak si traumë, jo për këtë situatë, për ty. O Briken, do të takomi pak bashkë më vonë. Unë do të qaroj diçka me ty, lidhur me atë që ndodhi më kaq. Me këtë respektit që kam për ty sot nuk du të flas, të lutem. Nuk je djalë i ri që nuk je i pjekur, je burr 50 vjet, nuk bën si lloj gjanash. Mu duk gjest pervers. Keni shfutu situatën se nuk është Mateo këtu, se nuk i kish i bë këtë lloj sjelljesh. Ajo gjë që kam bërë, ty të kam ndihmuar ma beso. Por nëse nuk ndodhin këto shkaqe, këto gjëra, ti nuk zgjon nga gjumi. Unë do julem krevat kudo që t'jeta janë gjysë, se më lejohet për më ullë, ku duan. Ti respektosh limitet e saj? Fare! Unë diçka që se di nuk komentoj. E ka prek. Nuk e ka prek, nuk ka krevat para ti. Po e di ti tash, ajo çka ka ndjer ajo, po e ka prekur apo jo, po e di ajo. Bën për me heq vëmendjen nga kjo dhe Mateo që nuk ka pikë dashurie, po bën me heq vëmendjen nga ti dhe ajo që ka tip kimijet dhe do me shtyllë pak se janë edhe 90 ditë. Edhe jashtë atje më brek, ma futa më mbok kështu, nuk ka problem mër burr. Ka zëv ty level, po jo ke krevetin privatësi temën, jo.